Policia e shtetit ka finalizuar operacionin e koduar në Onët pas një hetimi të detajuar për kultivimin e bimëve narkotike në ambiente të mbyllura në zonën e Malësisë së Madhe. Si rezultati i operacionit janë zbuluar 3 ambientet përshtatura për kultivim dhe tharjet kanabisit me anë të dhampave. Policia arrestoi në flagrancë 2 kushërinj, Lazar dhe Sandër Pepaj, gjithashtu u shpall në kërkim 33 vjeçari Kristian Pepaj. Gjithashtu janë ndaluar 4 punonjësit e OSHE, Gëzim Hoxha, Lodovik Vulaj, Giuliano Qeraj dhe Adil Selmanaj, pasi akuzohen nga autoritetet se kanë lejuar lidhje paligjshme të energjisë elektrike në ambientet ku kultivoi kanabis. Në hetim u morën edhe një 57 vjeçar dhe një 41 vjeçare pasi akuzohen për shpërdorim detyre. Policia bën me dije se nga kontrollet në 3 ambiente, 2 banesa dhe një stall, u gjetën 1110 bimë të dyshuara kanabis, 1 kilogram e 800 gram lënë narkotike kanabis në proces tharje, 300 lampa, 22 aspirator, 35 ventilator, 11 panele neoni, 22 filtra ajri dhe 217 inverter. Policia po vjen punën për kapjen e shtetasit Kristian Pepaj, ndërsa materialet procedurale janë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Shkodër për veprat penale, kultivimi bimëve narkotike, prodhim dhe shitje narkotikëve, vjedhje e energjisë elektrike ose impulseve telefonike.